Flori, mirë se vjen në drejt. Mirë mbrëma, mirë se vjeta. U bë kopa u par, po ja, qëlloj që në ranë zgjedhjet edhe u pam. U bë kopa u par, po e pas ke studion plot me miqtë e mi, kështu që më lejo t'i përshëndet gjithë, përfshirë gjithë. Edhe ne ju përshëndesim dhe... Flori, si e ndjerë kur mësove që emri jot është njëri ndër emrat e propozuar për të qenë kandidati eventual apo i mundshëm për Bashkinë e Tiranës? Ashtu si që kam shprehur, jam ndjerë i nderuar, i vlerësuar, pa diskutim është një diçka që unë gjithmonë i kam pas syt pas, ose si me thënë dhe ju e dini që jam shumë aktiv në jetë në Shqipëri. Sigurisht ndihem i vlerësuar dhe jam ndjerë në ditët në vazhdim nga qindra mira mesazhe që kanë ardhur si nga diaspora, si nga Shqipëria, që shprehin nga dëshmërinë për të ndihmuar, por jemi krejt në faza fillestare, mos them s'është asgjë konkrete. Ju, do me thënë, nuk e konsideroni fare mundësinë për ta vazhduar praninë e emrit tuaj në tryezat e negociatave derisa të zgjidhet emri tjetër, emri përfundimisht? Patjetër që po, ndoshta u shpreha gabim. Thjesht po them deri më sot kanë qenë ide, propozime, të cilat më vlerësoj dhe falenderoj ata që i kanë nxjerrë dhe që e kanë mbështetur këtë ide, por besoj gjërat duke parë dhe kohën e shkurtër, duhet bëhen gjëra konkrete në mënyrë që kushdo që të jetë në këtë pozicion të marrë vendim. Me ju nuk ka kontaktuar njëri konkretisht për t'ju thënë, për t'ju marrë leje që do t'ju propozoj, apo që pas ju propozuan për t'ju thënë ai që ja u ka propozuar emrin që unë kam argumentuar emrin tënd me këto rrethana, apo jo? Unë mendoj se do ishte naive që njerëzit ishin tillë, kështu që nuk është ky rasti, sigurisht që më kanë pyetur atë isha gati për këtë dhe unë gjithmonë jam gati për diçka të mirë për vendin tim, kudo që të jetë nevoja, për momentin është nevoja këtu, vetëm se ka shumë rrethana që duhen sqaruar, po praktikisht dëshira është aty dhe mundësia është aty. Pra nga sa diskutojmë, doktor Iliri, Flori mbetet i gatshëm për të qenë në garë, se është krijuar ideja nga një prononcimi i juaj sot, Flori, si kur jeni tërhequr, si kur jeni në favor të dy emrave të tjerë që janë artikuluar më shumë. Jo, unë i vlerësoj emrat e tjerë, madje e them që ka nevojë etike opozita për një figurë përbashkuese. Nuk kam thënë që, si më thënë, s'do jem mund tjetë të tjerë. Në disa media është interpretuar si tërheqje juaj në favor të dy emrave të tjerë, nëse jemi gjithmonë të këta tre emra. Luana, ju është shqipe shkruar dhe është shumë e thjeshtë, domethënë nuk ka nevojë për interpretim, por kushdo ta interpretoj gabim e këtë ose ndoshta edhe aktiv, unë dua të them këtë, që fakti që kanë dalë emra jashtë partisë, sidoqë edhe brenda partisë, jam i sigurt që ka figura që mund ta bënin këtë punë me dinjitet, fakti që kanë dalë emra nga jashtë është shenjë mirë për opozitën dhe reagimi qytetar tregon dëshirën e njerëzve që të ketë ndryshim në ato çfarë i ofrohet njerëzve. Mentor, në një pyetje për Florin? Është një veprimtar i spikatur i opozitës, ka bërë një luftë madhe me gjithë organizimin që ata kanë për Shqipërinë e lirë, për të mundësuar votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë? Duke qenë se në zgjedhjet vendore shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë nuk do votojnë, kjo nuk, le të themi, nuk e ndihmon një Ata kanë njerëz këtu, sido që tjetë. Nëse, në zgjedhjet e majit, vota atyre ishte drejt për drejt dhe kishte tjetër ndikim. Gjithsesi, është herët për ta pyetur Florin në cilësinë e kandidatit, kështu që do duhet të kaloj një herë në shoshitjen e të gjithë kandidaturave që do të futen, do të hidhen në tryezën e negociatave me partitë opozitare. Nëse do të ishte një ndër kandidatët, besoj që do të ishte një zgjidhje interesante, për shkakun se do duhej opozitës të duhet që ta përfaqësoni njerëz ku nuk ke për çfarë ti akuzosh, nuk ke për çfarë ti atakosh, nuk ke për çfarë të... Ka dhe një tjetër, do të thënë, nëse ne peshojmë tre emrat e artikuluar deri tani, atën me gjithë respektin që unë ka... është Flori, është zonja Qepani dhe Ermal Asime, profesori. Unë kam respektin maksimal për profesor Asimen, pa tjetër. Kur është fjala për leadershipin, në pikpamjen e kauzave të realizuara me radhë, vetmi që ka një kauzë të realizuar është Floriani. Të tjerët praktikisht janë pa diskutim njerëz të mençur, janë njerëz që kanë kontribute publike në diskursin e madh publik, po ky nuk është një publik dhe e tha shumë mirë mentori
që këto do jenë zgjedhje edhe më politike se e thënë ndryshe, në këtë mes njerëzit nuk do votojnë inxhinierin më të mirë apo urbanistin më të mirë, apo menaxherin më të mirë. Administratorin më të mirë. Janë duke zgjedhja do të bëhet mbi bazën e tipareve të leadershipit që shfaq kandidati. Dhe në pikpamjen e tipareve të leadershipit, nëse ka një njeri që ka tipare leadershipi, nga këto tre emra, praktikisht më i spikatur është Flori, sepse ka pas kauza dhe këto kauza i ka çuar deri në fund me sukses. Kështu që në këtë pikpamje unë besoj se është i favorizuari i grupit dhe jo rastësisht. Nëse arsyetimi bazohet në logjikën që parashtroni ju. Në qoftë se ka një arsyetim tjetër, jam i gatshëm ta dëgjoj. Jo, arsyetimi tjetër është ajo që u tha këtu që sa është leadershipi aktual i gatshëm të krijoj terrenin për të krijuar një brez të ri. Ai është një supozim, gjithsesi logjik, po është një supozim. Unë jam duke folur për analizë faktesh. Në pikpamjen e analizës fakteve, tiparet e leadershipit janë të lexueshëm mbi kauza të nisura, të mbrojtura dhe të realizuara. Dhe në këtë pikpamje kauzë të nisur, të mbrojtur dhe të realizuar ka zoti Açkaj. Të tjerët pa diskutim kanë shpërfaqur aftësi shumë të rëndësishme në artikulimin e diskursit publik në vend apo të ideve politike, kanë pa diskutim një formim të shkëlqyer politik dhe jo vetëm, por në këtë mes në pikpamjen e leadershipit nuk kanë dëshmi publike mbi të cilat ti mund të ndërtosh një logjik. Ose të krijosh idenë se siç ka qenë rasti për shembull kur po bëj një krahasim, një kandidati jo politik që hyri në, siç ishte zoti Alim Kosova, i cili ishte pa diskutim një menaxher i shkëlqyer i një njësie. Po kjo nuk mjaftoi për të bindur qytetarët, të cilët e kishin, si më thënë, njohur në marrëdhënie personale shumë të mira atë, nuk mjaftoi për t'i bindur, sepse njerëzit nuk po zgjidhnin thjesht një menaxher, po zgjidhnin një personalitet frymëzues politik që duhet prodhonte frym, jo thjesht rregull. Dhe këtu është ndryshimi i madh. Doktor, në një pyetje për Florin, në një koment, në një... Unë Florin e kam mik vjetër prej vitesh, jam shumë i qartë për gjithë shka që përfaqëson, jam i bindur që plotëson gjithë kriteret që ne kemi hedhur në tavolinë dhe prandaj dhe është propozuar, nuk është propozuar kot nga Partia Aleate. Por ju thash në këtë moment... Flori është propozuar nga Partia Aleate? Të gjithë emrat, ju thash në këtë fazë... A nuk ka Partia Demokratike s'ka hedhur akoma një emër të vetin? Ju thash që në fillim. Sepse për ndryshet, i gjithë procesi do ishte... I paragjykuar, i pa kuptim që në fillim. Që i pa tjetër i tillë ka qenë, ka një listë caktuar emrash, cilët do gjykohen pa tjetër në nivel të kryetarit dhe të kryesisë Partisë Demokratike, se kjo është arsyeja pse ne jemi aty për të grumbulluar propozimet dhe për t'i çuar në ponderim, dhe jam i bindur që nga i moment e mbrapa pastaj do kemi zhvillimet përkatëse. Po përse përket zoti Hashka që e përshëndes. Flori, e paske mikun në grupin negociator. Më leni them vetëm diçka, se nuk... Se për ndryshe do t'i vendosim një bias se bisede. Prandaj u thash, ne si grup negociator kemi vetëm mbledhur propozimet dhe i kemi dërguar. Më pas, ka rrjedhur një informacion që nuk është as i komunikuar dhe as i konfirmuar nga ana e Partisë Demokratike, sepse nuk ka rrjedhur nga ne mbi 3 emra. Por janë 3 emra që janë diskutuar në fakt. Po, këtë pjesë këtu po. Qartë. Por që ka pasur dhe emra tjerë, po nuk është kjo pjesa e bisedës. Jam dakord. Spostohet ashti me drejt nga ana mediatike ka urin këtë drejtim. Po, Flori do t'a jap unë si po. Jo, ndërhyrja që bën doktori është me vend. Do me thënë, përsa ko janë në fazë diskutimi dhe atje ka shumë emra që qarkullojnë, duhet ruajtur etika dhe respekti maksimal për gjithë emrat në tavolinë, e për të shkuar pastaj për t'ja bërë më komode punën grupit që do të përcaktoj dhe do të shkoj tek forumet e partisë për të përzgjedhur emrin. Po, Flori? Luan, e para më lejoni të falenderoj si mentorin, si Albanin, si Ilirin për respektin që shfaqen, për vlerësimin. Albanin e du fort, po më duhet ta korrigjoj sepse kam nderin që doktor Alim Kosovën ta kem dhe daj. Dhe jo vetëm daj, por kam shembull në jetën time për gjërat se si ka bërë. Albani, vetëm një gjë që nuk shkon ndoshta tek ajo që ju thatë ose tek qendrimi, është që doktor Alim Kosova, kur ishte kandidat për Bashkinë e Tiranës, mori 90.000 vota më shumë se partia. Pra ne sot, më shumë se partia, pra me njerëz nga shtresë agri etj. Dhe në gjykimin tim ai sa kam parë atëherë ka pasur një mos mbështetje të duhur nga partia në atë kohë.
E kjo është gjë që për të tilla lojra nuk ka më kohë sot, sepse shoh dhe sot po ri shumë më i qetë se unë që jam gjithmonë, ju më njihni në diskutime politike, sepse ende nuk është diçka konkrete, pra unë po dëgjoj dhe po vlerësoj të tjerët. Po doja të thoja këtë pjesën, dhe pikërisht ky gabim nuk duhet bërë sot. Kushdo që të jetë figura duhet të mbështetet fuqishëm, sepse kemi nevojë për betejë të fituara ndaj këtij pushteti që kontrollon çdo gjë sot.